Partia Demokratike është ankuar përmes kompanisë së lobimit në SBA për zgjedhjet. Kompania lobuese Continental Strategy ka dorëzuar letrën pranë Departamentit të Drejtësisë në SBA ku kërkon hetim ndërkombëtar për zgjedhjet dhe qeveri teknike. Letra mban datën 16 maj dhe nënvizon se fitoria e socialistëve është arritur si pasojë e manipulimit të zgjedhjeve. Zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025 në Shqipëri u njollosën nga shkelje sistematike që cënuan shumë seriozisht parimet ndërkombëtare të procesit zgjedhor. Pavarësisht procedurave formale zgjedhore, zgjedhjet dështuan të ofrojnë një mjedis të drejtë dhe të lirë për votuesit që të bëjnë zgjedhje të informuara. Partia Socialiste në pushtet e udhëhequr nga kryeministri Edi Rama përmes manipulimeve siguroi një shumicë të konsiderueshme. Legitimiteti i këtyre zgjedhjeve është krejtësisht përtej çdo standardit pranueshëm për shkak të dhunës së përhapur dhe të rënë në shkeljet e kodit zgjedhor dhe praktikave standardeve ndërkombëtare për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Në një përpjekje të dëshpëruar për të siguruar një mandat të 4 radhazi, kryeministri Edi Rama përdori sistemin e drejtësisë si armë kundër opozitës. Në muajt e fundit para zgjedhjeve, represioni politiku përshkallëzua i shënuar nga gjyqet motivuara politikisht, arrestime dhe burgosje të liderëve të opozitës si profesor Dr. Sali Berisha, Ilir Meta, Fatmir Mediu, Ervin Saliani e Fredi Beleri pas një akuzë penale të mbështetur me prova. Deputet dhe kryebashkiak të opozitës u burgosën ose u intimiduan në shkelje të hapur të drejtave themelore politike dhe normave demokratike. Para zgjedhjeve, EPP, CDI dhe IDU përmes 4 rezolutave shprehën shqetësimin për planet e Edi Ramos për të manipuluar zgjedhjet. Këto shqetësime u provuan të vërteta më 11 maj. Procesi zgjedhor përbënte gjithashtu një shkelje sistematike të kodit zgjedhor të Shqipërisë dhe kritereve të Kopenhagenit. Këto veprime përbëjnë një sulm të paprecedent ndaj demokracisë ku kufit mes shtetit, partisë dhe krimit të organizuar janë fshirë plotësisht. Zgjedhjet e 11 majit përfaqësojnë kulmin e një procesi të gjatë të kapjes së shtetit nga grupe dhe organizata të caktuara. Në 10 nga 12 qarqet zgjedhore të Shqipërisë dhe në 21 nga 61 bashki, zgjedhjet u morën nën kontroll nga bandat më të rrezikshme kriminale të vendit, grupe që janë të njohura jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë Ballkanin dhe Europën. Këto rrjete kriminale vepruan në koordinimin e drejtë për drejtë nga zyra e kryeministrit Mergus Agasin, një nga njerëzit më të afërt të Ramos që vepronte si koordinatori kombëtar i këtyre strukturave kriminale. Misioni i tyre të siguronin zgjedhjen e të paktën 30 kandidatëve të Partisë Socialiste. Kjo u arrit përmes një strategjie të bazuar në friksim, dhunë, kërcënime për jetën dhe blerje votash. Grupet kriminale të mëposhtme luajtën një rol të drejtë për drejtë në procesin zgjedhor. Elbasan, grupi kriminal i trafikut të drogës dhe vrasjeve Çela, Durrës, rrjeti kriminal i Ervis Pojës, Lezhë, klani i Vincent Tukut, Shkodër, grupet e Safet dhe Behar Bajrit, Tiranë, Vor, grupi kriminal Xhabafti, dënuar në Itali për vrasje dhe trafik droge. Ata u pajisën edhe me akreditime treme dhe hyrën në çdo qendër votimi duke kontrolluar fizikisht procesin e votimit. Zgjedhjet e 11 majit përfaqësojnë kulmin e një procesi të gjatë të kapjes së shtetit nga forcat kriminale dhe autokratike, me pasoja të thella për të ardhmen e Shqipërisë në Europë dhe për stabilitetin e rajonit, thuhet ndër të tjera në këtë letër të nisur kompanisë së lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga Sali Berisha dhe Partia Demokratike për ankesat e tyre për 11 maj. Në këto kushte Berisha dhe PD kërkojnë zgjidhje nga SBA për 11 majin, hetim ndërkombëtar dhe qeveri teknike.